Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës dhe temën për ditën e sotme. Do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme. Do të flasim për një nga netët më të shenjta, më të begata, më të rëndësishme që njeh kalendari islamik. Është kjo nata e Kadrit, e që është më e vlefshme se 1000 muaj. Nata e Kadrit është një natë reflektimi, adhurimi dhe lutjeje. Prandaj dhe ne në emisionin tonë le ta fillojmë këtë udhëtim shpirtëror për të kuptuar më shumë rreth domethënies dhe mësimeve që dalin nga kjo natë kaq e rëndësishme. Për të folur për një temë kaq të rëndësishme, kemi nderin dhe privilegjin që të na nderoj me praninë e tij në emisionin tonë, Hoxh Mahfis Rustemi, drejtor i sektorit për diasporë pranë BFI-s. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit shumë për ftesë. Faleminderit për kontributin dhe që gjithmonë ndani kohë për emisionin tonë. Të flasim për atë se çfarë është nata e Kadrit dhe cilat janë ato përfitimet shpirtërore që mund të përfitohen në këtë natë kaq të rëndësishme. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Fillimisht e falemendrojmë Allahun xhaleshanuhu me falemendrimet më të sinqerta, ndërsa përshëndetjet tona, salavatet tona qofshin për Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët dhe gjithë besimtarët deri në ditën e fundit. Ju falemendroj dhe juve që na e dhat mundësinë që bashkarisht të flasim për një natë kaq të madhe që vetë Zoti e ka lavdruar në Kur'anin famëlart. Nata e Kadrit është më e vlefshme se sa 1000 muaj dhe është natë në cilën Allahu xhaleshanu e ka veçuar nga gjithë netët tjerë. Sepse Allahu xhaleshanu thot në Kur'anin famëlart: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti është ai i cili krijon çdo gjë dhe cilën don nga krijesat e tij, Zoti e veçon. Këndon prej krijesave të tij, Zoti i jep vlerë më shumë se sa tjerave. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu me urtësinë e tij e bëri që nata e Kadrit të jetë më e veçuara. Dhe ne falemendrojmë Allahun që na e mundsoi që ta përjetojmë këtë Ramazan, ta agjërojmë brenda tij dhe inshallah ta arrijmë bashkarisht edhe natën e Kadrit. Vetë emërtimi i kësaj nate me Kadr tregon se kjo është diçka shumë e veçantë, sepse Kadr në gjuhën shqipe do të thonë vlerë. Dhe Allahu xhaleshanu e ka vlerësuar këtë natë duke thënë se khairu min elfi shehr. Kjo natë është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Ne ndonjëherë besoj se edhe i bëjmë padrejtësi kur e përkthejmë se nata e Kadrit është e vlefshme se sa 1000 muaj. Zoti thotë është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Do të thonë është edhe më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj edhe dietarët e Islamit thonë se arabët në kohën e profetit alayhis salam kur dëshironin të tregojnë diçka se është shumë e gjatë apo shumë e madhe, e përdornin gjithmonë shifrën 1000. Prandaj edhe Allahu në këtë rast thotë se është më e vlefshme se 1000 muaj, jo se është fiks sa 1000 muaj, por edhe më shumë dhe vlerën e vërtetë të saj e din vetëm Allahu xhaleshan. Prandaj edhe adhurimet, ibadetet që bëhen brenda kësaj nate llogaritën sikurse më adhuruar më tepër se 1000 muaj Allahun xhaleshan për nga shpërblim. Gjithashtu Kadr në gjuhën shqipe do të thonë edhe caktim, për arsye se pikërisht në natën e Kadrit Allahu xhaleshanu i bën caktimet që do të ndodhin nga nata e Kadrit deri në natën e Kadrit të ardhshme. Pra gjithçka që ka të bëjë me neve, me furnizimin ton, me jetën apo vdekjen ton, kush do të shkojë në haxh, fati jon, fatmirësia jon, gjithçka që ka të bëjë me neve, me jetën ton, Zoti e bën të caktuar, pra brenda këtij viti Allahu xhaleshanu e cakton në natën e Kadrit ose në të vërtetë u shpalos me laqeve që ato të kenë programin e tyre vjetor se si do të duhet të sillen, do të thonë me robrit e tij. Po ashtu Kadr do të thonë edhe ngushtësi, për arsye se Allahu xhaleshanu në natën e Kadrit ju jep urdhër me laqeve të tij, engjëve të tij që të zbresin në tokë. Të nëzëllul me laiketu u arruhu. Në natën e Kadrit zbresin me laqet e Zotit në tokë edhe Gjibrili a.s. Gjibrili a.s. që nga vdekja e pejgamberit a.s. më nuk zbret në tokë përveç se në natën e Kadrit. Sikur vim për të përshëndetur pjesëtarët të ummetit të pejgamberit a.s. për të parë gjendjen e tyre se sa ne jemi realisht duke ecur rrugës së pejgamberit a.s. Për shkak të prezencës së madhe të melaqeve në tokë në natën e Kadrit, Allahu xhaleshanu e ka emërtuar këtë natë me Kadr, natë e ngushtësisë, sepse gati se nuk ka hapësirë në tokë përveç se ka ndonjë prej melaqeve që thon dietarët i përshëndesin agjëruesit, i përshëndesin vizitorët e xhamive dhe ju japin atyre mishdë
për shpërblimin e madh që i pret ata te Allahu xhaleshanu për hir të sakrificës së tyre që e kanë bë gjatë muajit të Ramazanit, sidomos agjërimet e tyre, namazet që i kanë falur, namazet e Taravisë kështu me radhë. Pra vetë emërtimi i kësaj nate me Kadr tregon se është një natë shumë e veçantë që Allahu xhaleshanu e kanë dalluar atë nga netët tjerë dhe se mundësia për të përfituar nga kjo natë është shumë e madhe. Dhe ne si besimtarë është e rëndësishme që të shfrytëzojmë deri në maksimum netët e fundit teket e Ramazanit me shpresë që të arrijmë në natën e Kadrit, sepse kush privohet nga mirësia e kësaj nate, kush privohet nga shpërblimet e kësaj nate, thot profeti alayhis salam, ky me të vërtet është i privuar. Ka humbur mundësi shumë të madhe, ka humbur shanse shumë të mëdha, prandaj neve të mundohemi ta ngjallim natën e Kadrit me më shumë lutje, me më shumë ibadete, me më shumë adhurime, dhe thot pejgamberi alayhis salam, men qama lejletul qadr imanan wa ihtisaban, ai i cili e ngjall natën e Kadrit duke pasur iman të plot në Allahun xhaleshan dhe duke shpresuar në shpërblimet që Zoti i ka premtuar, i falen atij mëkatet që i ka bërë në vitin ose mëkatet që i ka bërë në të kaluarën. Prandaj inshallah edhe neve shpresojmë që sonte të jetë nata e Kadrit, ta ngjallim atë me më shumë adhurime, por jo vetëm sonte, me shpresë që Zoti na bëjë të mundur që të na i falë gjunahet tona që i kemi bërë në të kaluarën. Amin. Thatë që shpresojmë që sonte të jetë nata e Kadrit dhe mendohet sipas dietarëve islam që është nata e 27 e muajit të Ramazan që i bie të jetë sonte. Por pse nata e Kadrit është e fshehur? Ku qëndron urtësia e fshehjes së kësaj nate nga njerëzit? Ne besojmë se nata e Kadrit, ajo që është e vërtetuar nga hadithet e pejgamberit alayhis salam, se nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të Ramazanit, në netët tek të saj. Dhe hadithet që kanë ardhur në këtë që tregojnë këtë gjë janë të shumta. Mirë po, për me qenë pak më specifik, ka edhe hadith nga pejgamberi alayhis salam që arrin formën, do të thonë hadith i mirë, se pejgamberi alayhis salam ka thënë kërkonja natën e Kadrit në natën e 27 të saj. Abdullah ibn Abbasi që njihet është një prej komentatorëve që pejgamberi alayhis salam është lutur për të. Ai e ka mendimin se nata e Kadrit është në natën e 27, për arsye se gati se numri 7 është ai numër që shpeshherë shumë gjëra, shumë ibadete lidhen me këtë numër, prandaj edhe ai e mban mendimin edhe shumë nga sahabët e pejgamberit alayhis salam se nata e Kadrit mund të jetë në natën e 27 të Ramazanit, pra sonte. Mirë po, prap themi ajo që është më vërtet që ose më bindse që ne të mundohemi ta kërkojmë natën e Kadrit në netët tek të muajit të Ramazanit, edhe atë në 10 netët e fundit. Ku qëndron atë që thatë ju urtësia e fshehjes së sigurt të kësaj nate? Mendojmë se shumë gjëra që kanë vlerë në Islam, shumë gjëra që Allahu xhaleshanu ka premtuar shpërblime të mëdha për ato, Allahu i ka fshehur. Për shembull kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam i cili thotë se në ditën e Xuma ka një moment që Zoti i pranon lutjet. Mirë po cili është ai moment nuk na ka treguar pejgamberi alayhis salam. Me qëllim që neve ta kalojmë ditën e Xuma me sa më shumë lutje drejtuar Allahu xhaleshan. Ta kalojmë ditën e Xuma me sa më shumë vepra të mira, me shpresë që ndoshta ndonjë prej atyre momenteve të ditës së Xuma të jetë momenti i pranimit të lutjeve tona. Ne kemi hadithin tjetër pejgamberit alayhis salam i cili thotë se Zoti ka një emër të madh, që kushdo që i lutet Allahut me atë emër, Allahu lutjen e tij nuk e refuzon. Mirë po cili është ky emër, nuk e dim, sepse Allahu xhaleshanu dëshiron që ne t'i lutemi Allahut me gjithë emrat e tij të bukur, që ndoshta ndonjëri prej tyre të jetë emri i madh i Allahu xhaleshanu, që me atë emër kush i lutet Allahut, Allahu e pranon atë. Ne e dim se Allahu xhaleshanu e ka fshehur kënaqësinë e tij. Nuk e dim a është Zoti i kënaqet me ne apo jo. Nuk e dim me cilën vepër është i kënaqet ose mund ta fitojmë kënaqësinë e Zotit. Për arsye se Allahu xhaleshanu dëshiron prej neve që të bëjmë sa më shumë vepra të mira, me shpresë që ndoshta me ndonjërin prej atyre ne fitojmë kënaqësinë e Zotit dhe pastaj Zoti na bën nga banorët e xhenetit. Edhe hidhrimin e tij Zoti e ka fshehur. Nuk e dim se me çfarë vepre mund ta hidhrojmë Zotit, sepse Allahu xhaleshanu dëshiron prej neve që të largohemi sa më shumë nga mëkatet, qofshin ato të mëdha apo të vogla, sepse asnjëherë nuk e dim se me cilin mëkat mund ta hidhrojmë Zotin. Edhe momenti i pendimit, pranimit pendimit, ne nuk e dim. Ndoshta ne i kërkojmë falje Zotit, pendohemi për gjunahet tona. Mirë po, ana i ka pranuar Zoti pendimin ton apo jo, ne nuk e dim.
sepse Allahu xhaleshanu dëshiron prej neve që ne të jemi këmbgulës në kërkimin e faljes, të jemi këmbgulës në pendim dhe në këtë formë edhe t'i dalim para Zotit, si Allahu xhaleshanu i lavdron ata që janë këmbgulës në kërkim falje. Ne gjithë jemi të bindet se do të vdesim një ditë. Mirë po, kur do të vdesim nuk e dim. Allahu xhaleshanu e ka fshehur nga ne momentin e vdekjes, për arsye se kërkon prej ne Allahu xhaleshanu që vazhdimisht të bëjmë vepra të mira, që të jemi të përgatitur për takimin tonë me Allahun xhaleshanu. Çdo ditë ta jetojmë sikur me qenë dita jonë e fundit. Dhe kur njeriu do jetojë jetën e tij me këtë ndjenjë se mund kjo ditë të jetë e fundit dhe me të vërtetë një ditë edhe do të jetë e fundit për neve, atëherë jam shumë i sigurt se ai do të ishte shumë i kujdesshëm, çka flet, çka bën, si sillet me njerëzit, si i trajton njerëzit, do të ishte më i kujdesshëm edhe në raportin e tij me Zotin. Prandaj edhe Allahu kështu neve na don gjithmonë të jetojmë. Prandaj edhe e ka fshehur momentin e vdekjes nga dia jon. Edhe natën e Kadrit, Allahu xhaleshanu e ka fshehur sigurinë e saj nga ne, për arsye se dëshiron që ne gjithë Ramazanin ta kalojmë me ibadete të shtuara, duke u munduar që përmes adhurimeve tona, lutjeve, leximit Kur'anit, ne të arrijmë devotshmërinë. Po nëse këtu kemi diçka mangësi, spaku kur vinë 10 netët e fundit të Ramazanit, e sidomos ato tek, ne t'i shtojmë edhe më tepër adhurimet tona, lutjet tona, kërkimin e faljes, pendimin, leximin e Kur'anit, me shpresë që ndoshta ndonjëra prej atyre të jetë edhe nata e Kadrit. Prandaj edhe ka ardhur në hadith se pejgamberi alayhis salam thotë kur vinin 10 netët e fundit të Ramazanit, pejgamberi alayhis salam shtrëngonte izarin e tij, pra i shtrëngonte, si më thon, ripin e tij dhe i përkushtoheshte më shumë adhurimit dhe lutjes, për arsye se shpresonte që ndoshta ndonjëra prej atyre netëve të jetë edhe nata e Kadrit. Thuhet se ka një transmetim se fillimisht pejgamberit alayhis salam Allahu ja bëni me dije se kur është nata e Kadrit. Dhe kur pejgamberi alayhis salam dilte përpara shokëve të tij që t'ju jap këtë lajm të madh, këtë mishë të madh nga Zoti se nata e Kadrit është tamam filan nate, i gjeti dy besimtar duke u grindur njëri me tjetrin. Edhe teksa pejgamberi alayhis salam merreshte me to, me qetësimin e tyre, Allahu xhaleshanuhu ja largoi nga dija e tij natën e Kadrit. Dhe kjo na jep një mesazh shumë të rëndësishëm. Shiqoni sa mirësi të Zotit ne humbim në momentin që grindemi njëri me tjetrin. Sa mirësi të mëdha nga Zoti humbim në momentin që neve, kemi armiqësi me njëri tjetrin. Dhe është shumë e rëndësishme që nëse duam Zotit, lëshojmë mëshirën e tij, faljen e tij, që Allahu të na përfshijë me mirësitë e tij, ne të jemi të mirë me njëri tjetrin, të mos kemi urrëtie, të mos kemi armiqësi, sepse në të vërtetë Zoti don që të gjithë neve të jetojmë si vëllezër mes vetë. Pra kjo besoj shkurtimisht është urtësia, sepse Zoti e ka fshehur nga ne dijen se kur është nata e Kadrit. Ju thatë pak më herët që në Kur'an thuhet që nata e Kadrit është më vlefshme se sa 1000 muaj. Të ndalemi pak në atë se pse është më vlefshme se 1000 muaj dhe të ndërlidhemi me aktualin e ditëve të sotme, që çdo natë e jona të jetë kaq shumë e vlefshme, apo çdo ditë e jona në rrafshin social të jetë po kaq shumë e vlefshme siç është nata e Kadrit. Ajo që e bën natën e Kadrit të jetë më vlefshme se 1000 muaj është Kur'ani famëlart. Sepse Allahu ashtu e fillon, inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Pra, zbritja e Kur'anit në këtë natë e bën që kjo natë të jetë më vlefshme se sa 1000 muaj. Dhe ne kemi përmendur shpeshherë, gjithçka që ka lidhje me Kur'anin, Allahu xhaleshanu i ka dhënë vlerë të veçantë. Allahu xhaleshanu, për shembull, muajin që ka zbritur Kur'ani, pejgamberi që i ka zbritur Kur'ani, ummeti që i ka zbritur Kur'ani, të gjithë këto Allahu xhaleshanu i ka veçuar dhe i ka dalluar. Edhe natën që ka zbritur Kur'ani, Allahu xhaleshanu e ka bërë që ajo të jetë më vlefshme se sa 1000 muaj. Prandaj edhe është shumë e rëndësishme që atë që tham që ne t'ja japim vlerën kësaj nate, duke e shtuar ibadetin ton, duke i shtuar lutjet tona. Është natë ku Allahu xhaleshanuhu është më afër robëve të tij me mëshirën e tij dhe me faljen e tij. Dhe besoj se është shumë e rëndësishme nëse duam këtë ta përkthejmë në përditshmërinë tonë, çka ne mund të përfitojmë nga nata e Kadrit, atëherë le ta veçojmë këtë natë me ato me cilën e ka veçuar Allahu xhaleshan. Pra e para është leximi i Kur'anit. Të mundohemi që neve edhe në përditshmërinë tonë,
por edhe jashtë Ramazanit, lidhja jonë me Kur'anin të jetë më e fuqishme. Për arsye se Zoti na ka dërguar Kur'anin që të jetë udhërëfijësi jonë, të jetë program i jetës tonë, që neve ta marrim Kur'anin si udhëzues se çka duhet bëjmë dhe çka nuk duhet bëjmë në jetën tonë. Jo vetëm ta lexojmë Kur'anin gjatë Ramazanit, jo vetëm ta lexojmë Kur'anin kur na vdes dikush nga të afërmit ton, por realisht të jetojmë me Kur'an. Sjellja jonë të jetë e bazuar mbi mësimet e Kur'anit. Të jemi një Kur'an i gjallë që ne ecim mbi sipërfaqen e tokës, ashtu siç ishte pejgamberi alayhi salatu vesselam. Prandaj këtë neve na mëson nata e Kadrit, që neve edhe jashtë natës së Kadrit, edhe në çdo ditë të jetës tonë, ne të mundohemi të jetojmë dhe të jetësojmë Kur'anin në jetën tonë. Pastaj urdhri i parë që zbriti në këtë natë, në natën e Kadrit, nga Kur'ani ishte lexo, mëso, studio. Dhe këtë që neve marrim në natën e Kadrit nga Kur'ani, është shumë e rëndësishme pastaj të zbatojmë edhe në përditshmërinë tonë dhe vazhdimisht të kërkojmë sa më shumë dije, të lexojmë sa më shumë. Ummeti i pejgamberit alayhis salam, ummeti islam është ummeti i leximit, është ummeti i ikrës. Këtë neve na mëson nata e Kadrit. E që fatkeqësisht ne si musliman shumë vite pas pejgamberit alayhis salam, sikur këtë urdhën kuranor e kemi lënë mbas dorë. Për arsye se fatkeqësisht shohim se nga popujt më pak të zhvilluar në aspekt të dijes jemi pikërisht ne besimtarët musliman. E Allahu xhaleshanu përmes natës së Kadrit na bën thirrje se ju nuk guxoni të jeni të atill. Nëse dëshironi të dilni nga errësira e dritë, nëse dëshironi të zhvilloheni, nëse doni të ecni përpara, nuk keni alternativë tjetër përveç se përmes dijes. Dhe ka bërë Allahu xhaleshanu dijen më të rëndësishme në këtë rast edhe se sa urdhrin për të besuar. Nuk e ka filluar Allahu Kur'anin natën e Kadrit me besoni ose falni namaz, por na ka bërë me dije, na ka urdhëruar me urdhrin për dije, sepse edhe besimi jonë në Zotin nuk mund të jetë stabil, edhe besimi jonë në Zotin nuk mund të jetë i fuqishëm nëse nuk është i ndërtuar mbi bazat e dijes. Edhe adhurimin që ne ja bëjmë Zotit nuk mund t'ja bëjmë formën më të mirë të mundshme, ashtu si Zoti e kërkon prej neve, po qëse nuk jemi të pajisur me dije. Prandaj fillimisht Zoti thotë mësoni, studioni, hulumtoni dhe përmes dijes ju do ta njihni Zotin tuaj, përmes dijes ju do të dini se çfarë obligimesh keni ndaj Zotit dhe përmes dijes ju do të zhvilloheni dhe do të keni progres në jetën tuaj. Dhe kjo për ne si besimtarët duhet të jetë si një lloj imperative që duhet zbatuar gjatë gjithë kohës. Pastaj gjithashtu ne e dim se nata e Kadrit është nata ku ne duhet t'i shtojmë sa më tepër lutjet tona për t'i kërkuar falje Allahu xhaleshan, për t'u penduar nga mëkatet tona, për t'i shtuar veprat e mira. Dhe këtë pastaj ne ta përcjellim edhe jashtë natës së Kadrit. Gjithmonë të mundohemi të jemi të atill që të na gjej Zoti aty ku ai na ka urdhëruar dhe të mos na gjej Zoti aty ku ai na ka ndaluar. Gjithmonë të jemi në shërbim të njerëzimit, gjithmonë të jemi në shërbim të mirës, t'ju ndihmojmë njerëzive të cilët kanë nevojë, të bëjmë sa më tepër vepra të mira, sepse këto janë ato mesazhe që neve na i përcjell nata e Kadrit. Po, kur jemi këtu tek shpërblimet e kësaj nate, cilat janë ato praktika fetare apo ato lutje, dua që preferohet që të bëhen gjatë natës së Kadrit, me qëllim që të arrihen shpërblimet tek Zoti? Këtë pyetje ja kishte bërë edhe Aisha radiallahu anha pejgamberit alayhis salam. Thoi dërguari i Zotit, nëse më ndodh që për një moment të mendoj dhe të besoj se është nata e Kadrit, çka të bëj? Çka të them, çka të lutem? Dhe mund ta mendosh për shembull, përmendëm më herët se nata e Kadrit është më e vlefshme se 1.000 muaj. Është një natë shumë e madhe dhe të kesh shansin që ti të kapish natën e Kadrit, do të thonë të kesh shansin që të përfitosh mirësi shumë të mëdha. Dhe do të ishte e logjikshme që pejgamberi alayhis salam ta ngarkonte Aishën me shumë detyra ose me shumë mësime se si ta kaloj këtë natë. Mirë po pejgamberi alayhis salam i tha një fjali shumë të shkurt, që realisht përmbledh gjithçka. Thot Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, e don faljen, më fal edhe mua. Nëse neve për shembull këtë e arrim gjatë natës së Kadrit, që Zoti na fal neve dhe të na i fal mëkatet tona,
atëherë realisht do me thënë ti të jesh i shpëtuar edhe ditën kur dalish para Allahu xhaleshan. Pra nëse ndalemi te kjo lutje, o Zot ti je falës, dhe është shumë e vërtetë se Allahu xhaleshan është shumë falës. Pa marrë parasysh se sa ne kemi ngarkuar veten tonë me mëkate. Dhe çdo njëri prej neve në një formë ose në tjetrën i bën mëkate Allahu xhaleshan. Përsëri Zoti nga falja e tij e madhe, nga mëshira e tij e madhe, nuk na e humb shpresën në mëshirën e tij dhe në faljen e tij. Dhe na bën thirrjen Kur'anin famëlar shpesh, o ju robërit e mi që e keni ngarkuar veten tuaj me shumë mëkate, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahu xhaleshan. Pejgamberi alayhis salam shpesh në hadithet e tij na bën me dije se sado që ke bë mëkate, asnjëherë mos mendo se ke bë aq shumë mëkate sa nuk mund të t'i falë Zoti. Nëse ju thot vini te Zoti me mëkate sa toka, Allahu xhaleshanu do të vi me falje edhe më të madhe, sepse Allahu xhaleshanu është ai i cili është falës. Dhe Allahu e don faljen. Jo vetëm që Allahu xhaleshanu është falës, pa ai don të falë. Prandaj edhe ne I ka hap dyert e pendimit. Prandaj edhe çdo natë në natën e tretë edhe jashtë Ramazanit, në pjesën e tretë të natës, Zoti zbret në qiellin e dunjas dhe thot: "A ka kush më kërkon falje që unë ta faljet?" Zoti I cili nuk është I nevojshëm për neve. Nuk I bën asnjë dobi ibadeti jon, as nuk I bën asnjë dëm mëkati jon. Edhe përkundër kësaj, për shkak se ai e don faljen, çdo natë në pjesën e tretë të natës na thirr neve, robëve të tij të dobët, nëse ka dikush që I kërkon falje Zotit, unë do e falja atë. Prandaj Zoti ashtu si e don faljen për veten e tij, e don faljen edhe për neve. Don që edhe ne ta falim njëri tjetrin. Neve shpeshherë duam që Zoti na fal neve, mirë po ne nuk jemi në gjendje t'ja falim dikujt një padrejtësi ose një të keqe që ai na ka bërë neve. Omeri radiallahu anhu kur vinte nata e 4, do të thonë këto netët e fundit ose nata e 27, dilte përpara njerëzve të tjerë dhe thonte: "O ju njerëz, të gjithë ju që më keni bërë padrejtësi, të gjithë ju që më keni bërë ndonjë dëm, unë u afali me shpresë që sonte Zoti më fal mua." Prandaj edhe ne, nëse kemi me dikëndin që ndoshta kemi ndonjë mospajtim, nuk na shkojnë muhabetet si duhet, jemi të hidhruar, sonte është nata më e mirë, më e madhe, më me vlerë që neve t'ja shtrim dorën e pajtimit, që të pajtohemi mes vete, t'ja falim njëri tjetrit nëse duam që Zoti na fal. Edhe zakonisht njerëzit mendojnë se falin ata që janë të dobët. Në Islam falin ata që janë krenar. Në Islam falin ata që ja dinë vetes vlerat. Prandaj edhe kështu na don neve Zoti, sepse ai e don faljen, pastaj thot: "Falëm edhe mua." Ashtu siç I fal robrit tuaj mëkatar që e kanë ngarkuar veten e tyre me gjunahe, o Zot, falëm edhe mua. Dhe është shumë interesante te kjo lutje, sepse Allahu xhaleshan nuk ka thonë: "O Zot, ti je Gafur." Për arsye se edhe kjo është: "O Zot, ti je falës." Po ka thonë: "O Zot, ti je Afu." Dhe ka një dallim shumë interesant, shumë esencial në mes faljes, në shqipe përkthejmë falje, mirë po në arabisht mes Gafur edhe Afu. Sepse Gafur, falës, do me thonë Zoti ti fal, mirë po gjurmët I ke ende ekzistente. Ndërsa Afu do me thonë Zoti ti fal mëkatet edhe gjurmët e mëkatet. Një shembull, thot, nëse dikush prej robëve del para Zotit, edhe Zoti thot: "O robi jem, a e ke bërë filan mëkatin?" Dhe ti do e pranosh, për arsye se nuk ka mundësi që të ikish, sepse e din se Zoti e din, se janë të regjistruar ato. Pastaj Zoti të përmend mëkatin tjetër: "E ke bërë këtë, e ke bërë këtë." Robi vetëm e pranon. Në fund Zoti thot: "Shko se je I falur." Mirë po fillimisht ja përmenden mëkatet: "Ti e ke bërë këtë, mirë po unë jam falës, e dua faljen, prandaj shko se je I falur." Ndërsa Afuf do me thonë të dalish para Zotit, dhe Allahu xhaleshanu mos të ti përmend as pak mëkatet e tua, po të thotë: "O robi jem, shko në xhenet se je I falur." Pra është një shkallë shumë më e lartë e faljes. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam thotë: "Në këtë natë të veçantë me vlerë, lutni Allahun xhaleshanu për falje me emrin e Allahut el Afuf, që Allahu jo vetëm të na I fal mëkatet tona, por edhe t'i fshi ato komplet nga regjistri I veprave tona, në mënyrë që Allahu xhaleshanu kur dalim para Tij të na thotë: "O ju robrit e mi, shkoni të gjithë se jeni të falur." Prandaj edhe neve ta shfrytëzojmë sa më shumë këtë lutje në këtë natë, që t'i kërkojmë Allahu xhaleshanu falje për neve, për mëkatet tona, por gjithashtu edhe t'u afalim njëri tjetrin. Ti pastrojmë zemrat tona nga urrejtja për njëri tjetrin, nga dashakeqësia, për arsye se vallahi është shumë problem nëse ne në zemrën tonë
kemi smir, kemi xhelozi, kemi urrejtje, nuk jemi gatshëm që tjerëve t'u afalim lëshimet e tyre, që edhe Zoti pastaj neve t'na falë dhe t'na bëjë nga banorët e xhenetit. Pejgamberi alayhis salam e këshillonte një të ri, e kishte emrin Enes radiallahu anhu, tha Enes, kur të zgjohesh në mëngjes dhe kur të biesh në mbrëmje, nëse zemra ite është e pastër nga urrejtja, nga armiqësia dhe nga xhelozia për njerëzit tjerë, tha përmbahju kësaj rruge, për arsye se kjo është rruga ime. Dhe ai cili ecën rrugës time, ai më don mua, dhe ai që më don mua, do të jetë bashkë me mua në xhenet. Prandaj edhe ne nëse e kërkojmë xhenetin, faljen, dhe të jemi bashkë me pejgamberin sallallahu në botën tjetër, është shumë e rëndësishme të pastrojmë zemrat tona nga urrejtja, nga xhelozia, nga armiqësia për njëri tjetrin dhe të jashtrim dorën e pajtimit dhe faljes nëse duam që edhe Zoti na falë neve. Faleminderit për këtë mesazh kaq të bukur. Përmendet se nata e Kadrit është nata e caktimit të riskut. Si ndikon kjo në formimin e personalitetit të një njeriu? Pra nata e Kadrit, atë që e përmendëm më lart, është jo vetëm e caktimit të riskut, por është edhe caktimit të jetës tonë, do të thonë caktohet kush do të vdes, çfarë furnizimi do të kemi, fati jon, gjithçka caktohet për brenda çka do ndodh me neve këtë vit, caktohet në natën e Kadrit. Dhe kjo besoj se është shumë e rëndësishme për formimin e personalitetit besimtarit. Kjo e bën besimtarin që të jetë krenar, të jetojë me nder, ta ditë se asgjë nuk është në dorën e njerëzve. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën time është e caktuar nga Zoti, është në dorë të Zotit. Jeta ime është në dorë të Zotit. Risku im është në dorë të Zotit. Fati im është në dorë të Zotit. Prandaj Zoti don që ti të jesh i nështruar vetëm ndaj Zotit, ndërsa ti jesh krenar para njerëzve tjerë dhe para krijesave të Zotit. Sepse ne shohim fatkeqësisht njerëz të cilët nuk e kanë këtë bindje. Pranojnë çdo lloj nënçmimi para njerëzve tjerë. Pranojnë çdo lloj fyerje, pranojnë çdo lloj s'di çka të them, më të ultën, vetëm nivelin më të ulët, vetëm që të arrijë një të mirë, qoftë në pasuri, në pozitë apo diçka tjetër. Kur besimtari e din se Allahu xhaleshanu është ai i cili e cakton furnizimin tim, Allahu është ai i cili e cakton jetën tim me fatin tim dhe do të kërkoj vetëm prej Allahu xhaleshanu, do të nënshtrohet vetëm atij, ndërsa përpara njerëzve do të jetoj sikur nuk është i nevojshëm për atë. Dhe Zoti na bën me dije neve, pejgamberi alayhis salam na bën me dije përmes një hadithi ku pejgamberi këshillonte një tri dhe zakonisht e shihni përmendjen e këshillonte një tri, sepse këtu pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë i fokusuar në edukimin dhe në formimin e personalitetit të fuqishëm të riut dhe të pastër. Dhe i tha, kur të kërkosh diçka, kërko prej Allahu xhaleshan. Kur të kërkosh ndihmë, kërko ndihmë vetëm prej Allahu xhaleshan. Dhe dije se nëse e gjithë botat të bohen për me të bënë ndonjë dëm, nuk kanë mundësi të bëjnë dëm përveç nëse atë dëm e ka caktuar Allahu. Dhe sikur e gjithë bota të bohen për me të bënë ndonjë të mirë, nuk kanë mundësi të ta bëjnë atë mirë përveç nëse Allahu e ka caktuar ato për ti. Pra kjo është besimi jon, sepse ne besojmë caktimin e Allahu xhaleshan. Dhe dim se Zoti është ai i cili ka në dorë gjithçka që ka të bëjë me jetën tonë dhe na bën që të jemi të nështruar para Zotit dhe krenar para njerëzve. Dhe thot pejgamberi alayhis salam një hadith, nderi i njeriu qëndron në namazin e natës, ndërsa krenaria e tij qëndron në qenurit i panevojshëm për atë që njerëzit e kanë në duart e tyre. Nëse dëshiron të jesh krenar, atëherë duhet mos jesh i nevojshëm për atë që njerëzit e kanë në duart e tyre, sepse ne e dimë se e jona është vetëm ajo që e ka caktuar Zoti për ne, ajo që njerëzit e kanë apo mund të na sjellin neve. Prandaj edhe përmendet një ngjarje nga koha e Sufjanit Hasan al-Basriut. Thuhet se dikush pyeti banorët e Basrës, cili është njeriu më krenar mesin tuaj? Kush është njeriu më fisniku, më zotriu? I thanë, është Hasan al-Basriu, një dietar i madh i Islamit, njeri shumë i devotshëm. Thanë, e pse me çka e ka arritur ai që të jetë më fisnikun mesin tuaj? Tha, sepse të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët e Basrës kanë nevojë për diturinë e Hasan al-Basriut, ndërsa Hasani nuk ka nevojë për asgjë që njerëzit kanë në duart e tyre, sepse ai dinte se vetëm Allahu xhaleshanu është ai i cili i bën caktimet dhe vetëm Allahu është ai i cili i jep dhe merr. Zakonisht njerëzit sa më shumë që ju kërkon atyre, sa më shumë që ju lip atyre, aq më shumë do të jesh i padëshiruar dhe i urrëtur tek ata.
te Zoti është ndryshe. Sa më shumë që i kërkon Zotit, pa marrë parasysh të mirët kësaj bote apo tjetrës, je më i dashur te Allahu xhaleshan. Prandaj edhe kur besimtari do të kite këtë bindje, se caktimi i gjithçkaje që ka të bëje me mua është në dorë të Zotit. Furnizimi im, jeta ime, fati im, atëherë do të jetë krenar, sepse është me të vërtet shumë e rëndë, shumë e vështirë, shumë e dhimbshme që të presësh diçka nga dikush tjetër përveç Allahu xhaleshan. Dhe thot Aliu radiallahu anhu, i kam përjetuar të gjitha ëmbëlsirat, të gjitha gjërat e këndshme, dhe nuk kam gjetë në jetë gjë më të ëmbël se sa shëndetin e mirë. Pra kjo ka qenë gjëja më e mirë. I kam përjetuar të gjitha idhësirat, dhe nuk kam gjetë gjë më të hidhur, më të idhët se sa të jesh i nevojshëm për njerëzit. Dhe i kam bartur mbi shpinën time të gjitha ngarkesat, e nuk kam gjetur ngarkesë më të rëndë se sa borxhi. Dhe kur besimtari, do ta ketë formuar personalitetin e tij me këtë besim, se caktimi im çka do të ndodhë brenda këtij vitit është në dorë të Zotit, dhe ndodhe në natën e Kadrit, atëherë unë vetëm atij mjafton që ta kënaq atë, të arrijë kënaqësinë e tij, të kërkoj vetëm atij, ndërsa para njerëzve të jem zotri, të jem krenar dhe të jem i dinjitetshëm. Besoj se kjo është një mësim shumë e rëndësishme që njerëzit sot, sidomos sot, kanë shumë nevojë, për arsye se kemi ardhur në një situatë ku njerëzit nuk shikojnë forma për të arritur në qoftë në pasuri, qoftë në pozita, qoftë në gjëra tjera, sepse mendojnë se përmes këtyre formave ata do të arrijnë të marrin diçka që u takon atyre. Harrojnë se Allahu xhaleshanu nëse ka caktuar diçka për ty, ajo do të vijë. Asnjëherë caktimi i Allahut nuk e gabon adresën. Çka është e jotja nuk ka mundësi ta marrë dikush tjetër. Dhe çka nuk është e jotja, pa marrë parasysh çfarë metode ti përdor për të arritur, asnjëherë nuk do të bëhet e jotja. E jona është vetëm ta zgjedhim formën. Ne e dimë se risku jonë është i caktuar, fati jonë është i caktuar, mirë po si ne do të arrijmë të risku, kjo është në dorën tonë. A do të arrijmë me formën halal dhe të ndershme, apo do të arrijmë me formën e pandershme dhe haram, kjo është në dorën tonë. Nëse e zgjedhim të mirën, do të shpërblemi, nëse e zgjedhim formën e keqe të arritjes të riskut, do të ndëshkohemi, mirë po asnjëherë nuk mund ta ndryshojmë atë që Zoti e ka caktuar për neve. Po. Dhe për fund, cilët janë mesazhet që mund të nxjerrim nga nata e Kadrit, qoftë mesazhe në aspektin shpirtëror, qoftë edhe në atë të rrafshit social, për të inkurajuar dhe të tjerët që të jenë sa më të mirë me njëri tjetrin? Nëse e marrim si mesazh në aspektin shpirtëror, është që neve, domethënë, të mundohemi natën e Kadrit ta shfrytëzojmë sa më shumë për t'u afruar ka Zoti, për të pastruar shpirtin dhe zemrën tonë nga mëkat, nga gjitha ato vese që i urren Allahu xhaleshanu. Le t'i kërkojmë sa më shumë falje për mëkatet tona. Sinqerisht, pejgamberi alayhis salam thotë çdo një bir i Ademit është mëkatar. Dhe më i miri për mëkatarëve është ai i cili kërkon falje Zotit ose pendohet për mëkatet e tij. Është një mundësi shumë e madhe. Jemi në muajin e Ramazanit, në 10 ditën e fundit të tij, në natën inshallah të Kadrit, pra është mundësi shumë e artë që neve t'i shfrytëzojmë të gjitha format për të arritur afërsinë tonë me Zotin, për t'i pastruar zemrat tona nga mëkatet, për t'u penduar te Allahu xhaleshanu dhe për të hapur një faqe të re me Allahun xhaleshanu. Nëse thot pejgamberi alayhis salam se kush e ngjall natën e Kadrit i falen mëkatet që i ka bërë në kaluarën, do me thënë nga sonte ti fillon një faqe të re me Zotin. Prandaj mundohu që ajo të jetë e mbushur me vepra të mira, me ato vepra që e kënaqin Zotin. Mirë po besoj se nuk mjafton vetëm kaq. Unë pëlqej shumë një mesazh që kishte dhënë një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit. Mos e kërkoni natën e Kadrit vetëm brenda mureve të xhamisë. Sepse ne zakonisht tu fokusohemi, do të bëjmë nëpër xhamia, do të bëjmë namaz, do të bëjmë dhikr, do të falim namazet ndryshme e kështu me radhë, mirë po kur shkojmë në shtëpi, u kri punë. Thot, mos e kërkoni natën e Kadrit vetëm brenda mureve të xhamisë. Kërkonja natën e Kadrit edhe në shtëpinë tuaj, duke u sjellur mirë me prindrit, me babën dhe me nënën, duke u munduar që të arrish kënaqësinë e tyre, për arsye se kënaqësia e Zotit është me kënaqësinë e prindërve, dhe hidhrimi i Zotit është me hidhrimin e prindërve. Kërkoje natën e Kadrit në familjen tënde, duke u sjellur mirë me ato, sepse më i miri për juve te Zoti është ai i cili është më i miri në familjen tij. Kërkoni natën e Kadrit edhe duke i mbartur, duke i lidhur raportet familjare.
sepse fatkeqësisht jetojmë në një kohë e cila është shumë dinamik, na ka larguar shumë nga njëri tjetri, antarët e familjes. Nuk e dim kur është hera e fundit që ne kemi pasur kontakte me njerëzit tonë të afërt familjes. Do të bëje shumë ibadet sonte, po qëse do e thirrje dikëndin nga familja jo që se ke ndëgjuar zërin me vite. Do të bëje shumë mirë nëse sonte do të vizitoje dikënd nga të afërmit tuaj, sepse ai që e mban lidhjen me farefisin e ka mbajtur lidhjen me Zotin, dhe ai që i ka shkëputur lidhjen me farefisin e ka shkëputur lidhjen e tij edhe me Allahun xhalleshanu. Prandaj le ta kërkojmë natën e Kadrit edhe në këtë formë. Le ta kërkojmë natën e Kadrit duke qenë në shërbim dhe në ndihmë të njerëzve nevojtar. A nuk thot pejgamberi alayhis salam se më i miri prej juve te Zoti është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit tjerë. Edhe duke qenë të dobishëm, duke ia zgjat dorën dikujt, duke ia larguar dikujt një shqetësim, një breng, një uri, një derë që e ka, duke ia zgjidh dikujt një problem, e adhuron Zotin prej adhurimeve që më shumë t'i don Allahu xhaleshan. Prandaj edhe në këtë formë le ta kërkojmë natën e Kadrit, jo vetëm sonte, por edhe vazhdimisht. Le ta kërkojmë natën e Kadrit në zemrat tona, dhe kjo është shumë e rëndësishme në shpirtin ton. Nëse kemi ndonjë urrëtie për dikëndin, prapë themi, ndonjë armiqësi, ndonjë dashakësi, le t'i largojmë ato nga zemra jon. Për arsye se devotshmëria nuk banon në ato zemra që ka xhelozi, që ka smir, që ka urrëtie për njëri tjetrin. Le të bëhemi rob të atill, siç thot pejgamberi alayhis salatu vesselam, se asnjëri prej juve nuk e ka kompletuar imanin nëse nuk ja don tjetrit atë që ja don vetvetes vet. Ta kesh që ja duash tjetrit atë që ja don vetvetes, do me thënë të kesh një zemër të pastër, një zemër që nuk ka xhelozinë të. Tamam një zemër siç e don Allahu dhe pejgamberi i tij. Le ta kërkojmë natën e Kadrit edhe me sjellje të mirë, duke u sjellur mirë me njëri tjetrin. A nuk thot pejgamberi alayhis salam se njerëzit me iman më të kompletuar janë ata që e kanë sjelljen më të mirë. Dhe thonin të parët ton, ta ka tejkaluar në iman ai i cili të ka tejkaluar në sjellje të mirë. Më i miri prej neve te Zoti dhe më i dashur te Zoti dhe me iman më të kompletuar te Zoti është ai i cili me rob të Zotit e ka sjelljen më të mirë. Prandaj edhe në këtë formë le ta kërkojmë natën e Kadrit. Pra, të mundohemi që në gjitha format nata e Kadrit të na transferoj, të na ndryshoj. Edhe në raportin ton me Allahun xhaleshanu të na bëj më të mirë duke i kërkuar falje Allahut dhe duke nisur një jetë të re, edhe gjithashtu edhe me njerëzit tjerë, nga familja, edhe me shoqërinë dhe me ata që neve na rrethojnë. Nëse arrijmë që natën e Kadrit neve të rilindim këtë formë, të bëhemi njerëz më të mirë, atëherë sinqerisht e kemi arritur natën e Kadrit, edhe nëse nuk është sonte nata e Kadrit. Allahu xhaleshanu inshallah na mundsoft që neve këtë natë të ngjallim me sa më shumë vepra të mira, por jo vetëm këtë, të ngjallim gjithë jetën tonë me vepra të mira, sepse Zoti thot në Kur'anin famëlar: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin", adhuroje Zotin tënd deri në vdekje. Nuk kërkon Zoti të adhurojmë një natë caktuar, një muaj caktuar, po të adhurojmë Allahun vazhdimisht gjatë çdo dite të jetës tonë deri kur të takojmë Allahun xhaleshanu. Hoqë nderuar, ne ju falenderojmë shumë për këto këshilla kaq të arta e kaq të bukura. Urojmë dhe lutemi që Zoti t'ju shpërblet që gjithmonë ndani kohë për emisionin ton dhe kontribuoni edhe për shoqërinë tonë. Faleminderit shumë që ishi pjesë e emisionit ton. Faleminderit edhe juve edhe një herë. Është gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë me ju në këto emisione shumë të frikshme, shumë dobipruese. Shpresojmë që mundohemi sadopak të këshillojmë radh parë veten tonë, por edhe të tjerët në mënyrë që të jemi sa më të mirë, dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe me Zotin, edhe me njerëzit, sepse pejgamberi alayhis salam kur e pyetën kush janë ata që më shumë të hyjnë në xhenet, tha ata që janë të devotshëm dhe kanë sjelljen e mirë. Pra ata që janë të mirë me Zotin dhe janë të mirë me njerëzit, këto janë ata që do të hyjnë në xhenet. Dhe ne inshallah të mundohemi gjithkush që të ndërtojmë vlera edhe tek ne edhe të tjerët që do të na bëjnë dobi edhe te Zoti, por edhe tek njerëzit tjerë. Tek shoqëria. Faleminderit shumë që ishi edhe një herë pjesë e emisionit tonë.